Tha o birë jam. Tha me siguri lutja e ndonjë të shkrete që ja kemi shkel të drejtat në ka silën këtë vend këtu. Allah e vërtet. Në kohën e kaluar tek muslimanët ka qenë një nga dinasti që ka udhëheq botën islame, kanë qenë do që janë qenë beramike. Kanë qenë fisi madhe, kanë udhëheq më të madhe. Dhe këta beramikët çka ka ndodhur? Realisht ka ardhur një dinasti tjetër i karzuar. Domethënë kur i karzuar ata udhëhecin kryetarin më të madhin e kanë futur në burg. Ai ka qenë në burg me djalin e tij. E kanë futur në burg me djalin e tij. Edhe ky djalë pyeti babën e tij, tha, "O bab, pse jena këtu na? Se kupton pse është këtu? Çka na ndodhi? Ka din ku ishim na?" Dhe përgjigja të ndrosh shikues, përgjigja e këtij babe është shumë mbështetëse. Kjo vlen për kryetar shtete, për kryeministra, për udhëheca, për drejtora firmash, për çdo kon që ka diçka edhe ushtron pushtet mbi dikon. Për çdo kon, vlen kjo. Vetë s'lit normal me nivelin e përgjegjësisë dhe kompetencave që ka. Çfarë i tha? Tha o birja. Tha me siguri lutja e ndonjë të shkrete që ja kemi shkel të drejtat na ka silën këtë vend këtu. Allah e vërtet. I bën dikuj pa drejt, edhe fare gale se kanë për padresin që i shkaktojnë, nuk kuptu që ai qohet natën, e lutni Zot. Ai Zot e din kur hakmirët, ai Zot e din kur merr masa, ai e din mas mirë, nuk e dim na. Por na e dim që nuk ka mundësi dikush në vazhdimsi të bën pa drejt pa u ndëshku. Dhe ndëshkimin e zullumçarëve kemi pa në vazhdimsi në jetën e kësaj bote. Dhe do të vazhdojmë me pa. Na rujtë Allahu nga padrejtësia dhe nga sherri i njerëzve të padrejtë. Prandaj të lutemi që Allahu të na ruaj nga të padrejtit. Dhe të lutemi që Allahu të na ruaj nga padrejtësia, që mos t'ia shkaktojmë askujt ndonjë dhimbje. Të jemi shkaktar për mirimin e dikujt larg asaj, Allahu na ruaj. Të jemi shkaktar që ta privojmë dikën nga një drejtë që ai duhet me gëzuar, nuk e gëzon pse na kemi privuar, Allahu na ruaj. Të jemi bashkë që ta luftojmë padrejtësinë. E të ruhemi nga lutjet e dikujt që mund të qohet natën, thotë, "O Allah, merr hak ndaj filonit sa ai më ka privuar nga drejta jeme. Merr hak ndaj filonit sa ai më ka shkelën derën tëm. Merr hak ndaj filonit sa ai ka shkelën mbi pasurinë tëm, mbi mundin tëm, mbi djersën tëm." Duhet një murujt. Nuk dihet. Njerëz mund të tallën me këtë. Sa një lutet punë e madhe ka. Jo vallahi. Prandaj do të përfund me këtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë: "Ittaqu da'wat al-mazlum." Ruajuni nga duaja e atij që i është bërë e padrejtë. Ruaju nga ai, nga se mes tij mes Allahut nuk ka perde. Allahu xhallahu ala lutja ti kur ngitet tek Allahu i thot Allahu kësaj lutje la ansurannaki wala ba'da hin. Do të ndihmoj qoftë edhe pas një kohe. Ama asnjëherë duaja e atij që i është bërë e padrejtë hoq nuk shkon. Asnjëherë. Do të shndrohet në mjerim, do të shndrohet në goditje, poshtim për çdo zullumçar që ka marrë guximin ta keqpërdor autoritetin, fuqinë, pasurinë që ka për të privuar dikën nga e drejta që i takon, për t'ia nxjerrë jetën dikujt, për t'ia keqpërdor djersën dikujt, mundën dikujt. Allahu na ruaj.